fiton dhe shkon të flej me njerëzit real, jo me profilet falso të ballibullistave. Ballibullistat kanë sasin më të madhe të profileve falso dhe të ndjekësve të blerë dhe ju duhet. Ndërsa në të gjithë ndjekësit e faqes time nuk mund të gjendet dot një i blerë. Një i vetëm i blerë. Blien ndjekësit. Blien. Sa të duash, dhe ka atje, paguaj, një i vetëm. Që do? S'më janë dashur kur dhe s'më duan. Ne na duan ata që nuk jetojnë tek ajo. Na duan ata që nuk maten me sa ndjekës ka. Ata janë forca jonë. Ata që bëjnë që Shqipëria sot të ketë parametrat më të mirë që ka pasur ndonjëherë në çdo aspekt. Jo më të mirë dhe mundshëm, po më të mirë që ka pasur ndonjëherë. Ata që bëjnë që Shqipëria sot të jetë një vend ku këtë vit bizneset e vogla të hapura deri tani që flasim janë numri më i madh i bizneseve të reja të krijuara në të njëjtën periudhë në vitet më pashme. Ata nuk patjetër shohin, patjetër bien dhe prenë në një moment. Por ata duan të dinë të tjera gjëra dhe ne mund na bëhen shumë leksione, po të na bëhet neve leksion për pensionet. Të na bëhet neve leksion për universitetet. U ngrit diaspora. U ngrit diaspora. U mblodhen profesorët. Oh. Ka një element që nuk e hoqa, sepse u bëheshin shumë, po ka një element tjetër që e tregon historia dhe që na e tregojnë ata që kanë menduar për si zhvillohet bota përpara sa të vinte interneti etj. Ky element quhet pakënaqësia e pritshmërive. Pakënaqësia e pritshmërive është shpreha më kuptimplot e një vendi që ka dalë nga një fazë dhe ka hyrë në një fazë të re. E një vendi ku pritshmëritë janë shumë më të larta dhe ku pakënaqësia e pritshmërive është diçka jo e lehtë për t'u administruar. Dhe ajo që na takon është që ne të vazhdojmë. Planet tona janë në tryezë. Unë e di ka edhe intelektual të familjes tonë politike që thonë kjo karta e BE-s është kartë e lodhur. Është edhe një çik si shprehje e faktit që edhe Edi Rama sikur nuk ka më është një çik e lodhur kjo karta e BE-s, duhet ka diçka që të gjithë këta që kanë studiuar kartat e mia me kaq pasion i keni atje te sheshi Xhirimit. Kështu që kush nuk do të shkojë te sheshi Xhirimit, se do ketë shumë shesh Xhirimi kjo kohë. Të ri këtu në Partinë Socialiste dhe të shikoj mirë që unë nuk kam kartat mia. Karta e BE-s është karta e historisë së Shqipërisë.